Erion Zaloshi, përshëndetje. Nuk po I'm one of themi the e close friends, ftuar, yeah? po je në close friends. Më vjen mirë që futëm vetën tënë të afërt. E meriton. Faleminderit. Gëzuar jemi këtu si në kopshtin e Edenit. Unë them se jemi si në Katun. Po, në Katun, po kopshti e Edenit ka ngjashmëri me Katunin, se ka Atje shumë pas pemë, fare banim në cicërima fakt. Këtu ka zojsh. shumë, po ka filluar të mbi popullohet edhe Katuni. Të mbi popullohet. Ti je i pari që erdhe këtu? Si Adami Unë gjithandej me kam Evën? qenë i pari. Kjo ishte mallkimi i jetës time, me thonë drejtën. Ndonjë moll prej mëkatari e ke Gjitha kafshuar? thelmuarat i kam ngrënë unë. Ti? Edhe shtrikat më janë qepur mua në jetë. Po, i lani pastronin mi jepnin në dorë, unë i kafshoj, isha naiv. Ua, sa naiv gëzuar. Tani, bised shumë e bukur, filozofi, muzik, të gjitha, ke fol pa doreza fare. Mua më duk sigur ishim në një burg, po jo ati Erioni tjetër, po Erion Zaloshis, me Gardian pianon. E bëjmë mbylljen siç bëhet në një koncert live. Piano, kitara, çka ka tjetër këtu? Bateri. Hammond, që është tastiera e rock and rollit. Po, domethënë, rrethuar nga instrumentet muzikore. Nga mundësi shprese, nga më të mirë dhe më të dashurat që mund të ekzistojnë për një muzikant. Dhe që janë jeta jote. Edhe që janë deri tani jeta ime. Faleminderit që na prite në super studion tënde. Kalum një mbasditë të këndshme. Shumë këndshëm dhe uroj që të shoh gjithmonë lart e më lart, pavarësisht se ti je si ai ylli, një rockstar që je si ai ylli që nuk do që të të shohin kur shkëlqen. Jo, unë mendoj se jam ai rockstar që nuk ka nevojë më asnjëri. Siç thanë kompanitë, nuk kemi më nevojë për zot rock, për zota rock. Tani është koha e popullit zot. Shkoja maskareve. Faleminderit që isha në Close Friends.